Kemi pranuar me shumë shqetësim vendimin e ZRE-s për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16.1% për konsumatorët familjar dhe gjithashtu vendimin tjetër të zyrës rregullatorit të energjisë për t'i vendosur në tregën së të lirë rreth 1300 biznese të vendit. Vendimi i parë tashmë është në fuqi, i cili përpos ngritjes së tarifave të energjisë elektrike, të cilat kanë drejt për drejt impakt në jetën e qytetarëve të vendit, ka shkaktuar një valë të re të inflacionit. Në mars, derisa vetëm flitej për këtë vendim dhe ende nuk kishim një vendim në fuqi, norma e inflacionit ka shkuar në 3.2%, e presim që në prill domethënë të kemi një rritje më të madhe të çmimeve, sepse realisht janë çmimet të cilat i shohim çdo ditë që po lëvizin. Në anën tjetër, vendimi për vendosjen në tregun e lirë për 1300 biznese është me pasoja tepër të rënda, jo vetëm për këto 1300 biznese, por për tërë ekonominë e vendit. E para, sepse nuk ka treg të lirë dhe nuk ka konkurrencë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Është të vërtetë se nga zyra e rregullatorit të energjisë elektrike deri me tani janë të licencuar 19 operatorë që merren me tregtim të energjisë elektrike, por më lejoni të ju them që këta kanë vetëm licenca dhe nuk ushtrojnë një aktivitet të tillë për shkak të pozitës dominuese në treg të cilën e ka Kesko, e cila e blen energjinë elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës me çmim 29.6 euro. Po e potencoj vetëm 29.6 euro. Tani, kur ZRE-ja ka marrë vendim dhe i ka njoftu bizneset që me datën 1 qershor të gjitha ato të cilat kanë qarkullim mbi 10 milion euro ose kanë mbi 50 punëtorë ose plotësojnë edhe kriter, edhe njërin edhe tjetrin kriter, duhet të dalin në treg të rregulluar. Plot biznese, sidomos ato prodhuese, me të cilat kam qenë në kontakt përmes kryetarit të shoqatës së prodhuesve, kanë kontaktuar këta 19 operator për të marrë ofertat e tyre për furnizim me energji elektrike pas datës 1 qershor. Dhe a dini çfarë? Kanë marrë vetëm një ofertë dhe kanë marrë ofertë nga Kesko. Domethënë furnizuesi i cili i furnizon aktualisht. Po e dini se cila është befasia, jo për ne, po për të tjerët, oferta është me çmim më të lartë 260%.